përmes mediave, dua të përcjell një mesazh për qytetarët e Republikës së Kosovës, të nderuar qytetarë. Të dielën me 12 tetor 2025 në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës do të mbahen zgjedhjet lokale. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ftojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëm vullnetin e tyre për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Pjesëmarrja juaj është e një rëndësie të veçantë, andaj inkurajojmë të bëheni pjesë e këtij procesi. Njëkohësisht, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të jenë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve, që të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe paanshmëri, duke respektuar në përpikëmëri të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore, në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. KQZ, sekretariati i KQZ, të cilët i falenderojmë për të gjithë punën që e kanë bërë, ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore dhe operacionale për të organizuar zgjedhjet lokale që do të mbahen nesër. Me qëllim të ruajtjes së integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një bashkëpunim të ngushtë me policinë dhe prokurorinë e shtetit, të cilat janë të pranishme dhe të angazhuara me ekipet e tyre në të gjitha komunat e vendit, për të siguruar proces të zgjedhor të qetë, të drejtë dhe të sigurt. Andaj, përfundimisht ju ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që nesër të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe për zgjedhur përfaqësuesit e tyre të preferuar. Ju faleminderit, nëse s'ka dikush diçka, përmbyllim takimin.